Mbrëmë rrethores 10, një fragment i argjenaturës së lagunës së Vajinit që lidhet me kanalin Spitën hidrovor, ka psuar një thyerje dhe gjitha strukturat e Bashkisë Lezhë, bashkëpunim dhe me Bordin e Kullimit janë angazhuar, kanë ardhur në terren, kanë bërë vlerësimin e situatës. Është lajmëruar AKMC-ja, ka ardhur mbështetje nga forcat armatosura për të qëndruar nga dëshmëri në rast e nevoje për evakuimin e banorëve. Puna ka filluar në mesnatë, ku janë njoftuar disa kompani private të cilat po na suportojnë me automjete për transportimin e materialeve inerte, që do të bëjnë mbylljen e argjenaturës. Gjatë natës është punuar për shtrimin e rrugës që bën kalimin deri në vendin, në pikën ku është kryer qarja, pasi terreni është mjaft i vështirë për kalimin e kamionave. Për momentin puna ka filluar në mbylljen e argjenaturës, janë hedhur rreth 5 kamiona dhe shpresojmë që para dreke deri në drek të kemi realizuar mbylljen, që shmangin përfundimisht rrezikun. Deri në këto momente nuk ka përmbytje të banesave, jemi njoftuar vetëm për parcela bujqësore ku ka prezencë të ujit, kryesisht në fshatrat Spitën, Markatomaj dhe disa zona në Rrjedhë dhe Barbarokë.